Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Shqipëria prodhonte në total më pak se 10 miliardë euro vlerë dhe në 2024 prodhoi 25 miliardë, 2 herë gjysmë më shumë. Por për të kuptuar se sa do me thënë se është kjo, duhet parë në kontekstin e këtij rajoni ku jemi ne. Kemi rritjen më të madhe të prodhimit të përgjithshëm në 10 vitet e fundit, krahasuar me rajonin. Okej? Dhe mund të bëj edhe të tjera arsyetime, por po ndalem në kaq. Jep dorëheqjen ke kryetarin e Bashkisë së Tiranës në burg skandal. Ku i ke parë ti Aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënaqësisë madhe, po dhe e moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur SPAK-un dhe duke shpresuar që SPAK-u do shkri Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën e partisë në burg, ndërkohë që pikërisht pse populli është një shkallë, minimalisht një shkallë më lartë, se sa më i zgjuari dhe më i bukuri nga të gjithë ju, nuk e ha këtë lloj propagande. E dini pse nuk e ha? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse populli ka një kujtesë edhe bën një arsyetim. Pse nuk ndodhin përpara këto procese? Pse nuk ndodhi përpara që të shikonim dikë me pushtet, që të hetohej, që të vijë në akuzë, që të ndalohej, që të gjykohej, që të dënohej? Pse nuk ndodhi më përpara? Pse ndodh sot? Pse ndodh sot? Ndodh për shkakun tënd apo për shkakun e kënetës tënde? Kënetës tënde, domethënë kënetës ku pllaquritesh edhe ti bashkë me të tjerë, verbërisht, kot, pa lidhje, sepse nuk je përfitues i pushtetit të kënetës, nuk je përfitues i atyre milionave që papritur dalin nga barku i kënetës edhe shkojnë për të futur bufin në lavanderi që t'i pastrohet damka e turpit nga balli. Nuk je. Nga i dolën, nga i nxorën ato 6 milion. Pyes unë. E di ti? Se unë se di. Apo patriotat. Kështu që kjo teoria që jep dorëheqjen se është ky në burg e se është ai në burg, nuk funksionon. Fare. Hiç. Zero. Dhe një nga arsyet që Partia Socialiste do marrë rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë në drejtimin tim, është fakti se për herë të parë populli shqiptar po shikon një përpjekje serioze për të vendosur barazim para ligjit, me të gjitha problematikat që mund të ketë. E kam bërë shpesh pyetjen këto ditë dhe po ta bëj edhe ty. E njeh Altin Dumanin ti? E di kush është? Me siguri e njeh, në kuptimin e njeh. E di se kush është, apo jo? Është një prokuror me integritet, me kurajo dhe me profesionalizëm. Kështu e tregojnë dhe kështu duket të jetë. Unë personalisht nuk e njoh. Por njoh punën dhe njoh faktet. Okay? Që kur ai erdhi në drejtimin e SPAK-ut,
lufta për të vendosur barazim para ligjit shkojnë në një nivel tjetër. Ky është fakt. S'kemi çaj themi fare këtij fakti. Tani, e diti që Altin Dumani nuk erdhi nga hëna, as nuk e sollën me aeroplan apo me anije nga ndonjë vend tjetër. E diti që është shqiptar, i lindur këtu në vendin tonë dhe në karrierë prej shumë vitesh, nuk e di eksakt sa, do të informohem që ta marr vesh sa, po prej shumë vitesh prokuror. Po pse nuk ja kishte dëgjuar ti Altin Dumanit emrin përpara? Se është i njëjti njeri apo? Ka kaluar tingun, nuk mund ta dyshosh për pislëqe, pavarësisht se Këneta është përpjekur t'i hedhë të gjithë llojin e ullumit të saj mbi kokë. Atij, familjes e tjerë, po kjo është historia e Kënetës. Nuk është historia e tij, nuk është historia e njerëzve që për shkak se bëjnë detyrën përballen me llumin. Pse nuk e kishte dëgjuar më parë? Se është një njeri pra, kurajos, profesionist, me integritet. Si ka mundësi që ky njeri që ka qenë prokuror për kaq shumë vitesh nuk ka thirrur asnjëherë një politikan? Ti thot hajde këtu po. Çfarë ke bërë? Si e ke hallin? Më rezulton këtu. Apo një figurë të lartë zyrtare. Ka pas frikë? Unë nuk mendoj që ka pas frikë. Por nuk ka pas fuqi i dashur. Se ka qenë i çarmatosur. Ai dhe të gjithë ata në sistem që nuk kanë qenë pjesë e llumit që pastroi Vetingu ose e llumit që ka mbetur dhe mbas pastrimit nga Vetingu. Që ka dhe i pjesë që ka mbetur. Gjithsesi, ka qenë i çarmatosur. Sepse që prej krijimit të shtetit shqiptar e deri kur ne bëm reformën drejtësi, asnjëherë askush nuk ka bërë asnjë hap për të çliruar drejtësinë nga kthetrat e pushtetit politik, përkundrazi. Shpata e ndëshkimit që duhet rrinë dorën e drejtësisë për të vendosur barazim para ligjit ka qenë në këtë zyrë, domethënë në zyrën e parë të qeverisë që nga 1912. Republikë, mbretëri, diktaturë, tranzicion demokratik. Asnjëherë shpata nuk ka dalë nga kjo zyrë. E ka vendosur i pari i qeverisë kush goditet, kush nuk goditet.